Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk me një recet kek me stafide. Është një recet shumë e thjeshtë për të gatitur. Vemi tek këndi gatimit dhe fillojmë ta përgatisim recetën. Si fillim, do të vendosim vezët në enën ku dhe do e përgatisim brumin e kekut. Do të vendosim sheqerin. Ju mund të jeni më shumë sheqer, se varet si e dëshironi. Vendosim sheqer vaniljen, unë kam vendosur 2 paketa, më pëlqen që ka aroma e sheqer vaniljes në kek, dhe pak krip. Do t'i përzijmë të gjitha bashk, derisa të na bëhet një masë e njëjtë dhe sheqeri të na shkrijë pothuajse plotësisht në masën e vezës. Do e rajmë derisa të na krijohet një masë si shkum. Ja shifeni, duhet na bëhet në këtë formë. Tani do të vendosim vajin. Unë kam vendosur vaj misri, ju mund të vendosni edhe vaj lule dielli. Çfarë të gjetet në shtëpi. Vendosim dhe qumshtin dhe do t'i përzijmë të gjitha bashk, që qumshi dhe vaji të bëhen një masë e njëjtë me vezën dhe sheqerin. Ja kemi përfituar dhe atë masën homogene. Tani do të vendosim mielin. Po unë mielin e kam situr më përpara, do vendos pak miell në sit, sepse do të hedh plurin pjekës që të përzihet bashkë me mielin, të bëhet një masë e njëjtë. E siti. Dhe tani do fillojmë që ta trazojmë në mënyrë që mielli të na tretet plotësisht dhe ato kokrat që krijon mielli të na shkrijnë plotësisht ke masa e përgatitur pak më përpara. Po mielin do ta hedhim pjesë, jo me njerë të gjithë, sepse nuk na tretet plotësisht, siç e dim gjithmonë. Gjë që dihet. E vendosim pjesën në një tjetër të miellit dhe kështu do të vazhdojmë derisa ta përfundojmë gjithë mielin. Duhet na krijohet një masë kremjetrash. Është një recetë shumë e thjeshtë që gjithkush nga ne në shtëpi tona i kemi të gjithë përbërësit. Ju mund ta bëni dhe me stafide, mua më pëlqen me stafide, mund ta bëni dhe me çokoladë. Me çfarë të dëshironi, mund ta bëni me fruta pylli, ajo është nga preferenca juaj. Varet gjithmonë sipas dëshirës suaj. E kemi përfunduar brumin dhe kemi përfituar të masën siç e shihni. Tani do të marr enën ku kam pasur mielin dhe do të vendos stafidet. Unë kam vendosur një gotë ujë me stafide dhe do ta përzijej me një pjesë të masës së brumit. Për arsye që stafidet të ngopin plotësisht me këtë masë dhe të na qëndrojnë sipër. Unë nuk e vendosa në ujë, se duhet i vendos në ujë më përpara, që ato do bëjnë me enë dhe të rëndojnë pak, por nuk më pëlqen që stafidet të menin ujë dhe preferova më shumë këtë radhë, po e bëj për herë të parë në fakt, po hedh një masë të brumit që përgatita. E lëm në një, tani vendosim enën ku do e vendosim, ku do e pjekim më saktë dhe e lyjmë me vaj nëpërmjet një furçe. E vendosim dhe brumin e përgatitur. Është një recetë që mund të përdoret, mund ta konsumoni thjesht për në mëngjes, ose ta shoqëroni me kafe si të dëshironi, apo dhe në mbasdite. Gjithkush nga ne do t'i pëlqente shumë mirë që një ëmbëlsirë të hante. Qoftë në mëngjes, qoftë në mbasdite, qoftë të shoqëroj kafe, qoftë ta marrë dhe me vete në punë, është super, është diçka që ne përgatisim vetë. Ja, vendosim edhe stafidet me masën e përgatitur, me gjithë brumin, dhe do ta vendosim në furrë të parangror. Unë e kam parangror furrën në 170 gradë për 10 minuta para dhe në atë temperaturë do ta pjek. Kujdes në pjekje, se furrat ndryshojnë nga furrat, nuk janë njësoj. E vendosim në furrë për të pjekur. Ja ku e kemi kekun e pjekur.
Tani do ta shohim që na ka kulluar apo jo nëpërmjet një stikadenti ose një nga ata shkopet që ne bëjmë shishet, shebabet. Ngjyra është fantastike, aroma këtu është super. Ja, e shohim, na ka kulluar, shkojmë në një vend tjetër në mes, që është më e thellë ajo pjekja. Më ka ardhur më shumë brumi. Tani do ta vendosh në zgar që të naftojë dhe të kullojë akoma dhe më mirë. Ja, të kem kujdes, e shumë e nxehtë ajo pjesë e silikonit. Nëpërmjet pecetës e heqim dhe ja ku e kemi. Këtu aroma në kuzhinën time është fantastike, ka çuar një aromë të mrekullueshme. Ja, edhe keku na shtohur, e vendosim në pjatancën përkatëse dhe shifeni, ka dalë super. Tani duhet ta marrim dhe të presim, të shohim si na ka dalë nga brenda. Që ta shijojmë. Aty është finalja, tamam. Shi si kërcet, po ta dëgjoni, është super, shpjekur super. Është bërë aq e butë, aq ka kulluar, ka lëshuar një aromë akoma më të mirë tani, ju bëf të mirë. Do të dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim, ku të shtypni butonin zili dhe të njoftoheshit me njerë për videot e radhës. Shifeni si është bërë. Sfyngjer, super. Sta ako fare, shumë e thjesht, përbërësit janë super që të thjesht që gjenden kudo, si që theksova dhe më lartë. Dhe ja ku e kemi. Presim dhe një pjesë sope tjetër, dëgjojeni si kërcet. Aq mirë shpjekur. Përgatiteni këtë recetë për fëmijët tuaj, për veten tuaj. Jepni ushqim të shëndetshëm fëmijës, mos e lejoni që të blini gjëra në për lokale të ndryshme, në për kioska të ndryshme më saktë. Shifeni si është bërë. Super. Super. Do dëshiroja shumë një mesazh poshtë videos. Faleminderit shumë për gjithë ata që ndjekin videot e mia. Dhe mirë do ta kohëshim në videot e radhës.